Po gjëja e parë natyrisht që të bjen në sy është mallësia e tij. Dhe kjo jo domosdoshmërisht për shkak se është qeveri shumë e madhe, me që dikasterët që mbulohen aty kanë nevojë për një mikëqyrje për një sektor të rëndësishëm, po për shkak të qëndrimeve të zotit Kurti, i cili këtë premtimin për një numër më të vogël të ministrive e ka lidh me dy aspekte, njërin rritjen e efikasitetit së qeverisë, në anën tjetër zvoglimin e mundësisë për korrupsion. Kështu ka qenë shpjegimi i lëvizjeve vendosje pse qeveria do duhet të ishte më e vogël. Pra, në botën perëndimore, kryesisht në Angli dhe në Amerikë, kur thuhet për qeverinë e madhe, nuk kuptohet jo domosdoshmërisht burokracitë të madhe, për shërbimet të mëdha sociale. Dhe kritika e vendosjes është nisur nga kjo, që neve na duhet si Parti Socialdemokrate, pra na duhen më shumë shërbime sociale, pra më shumë gjëra që i ofron qeveria për qytetarët, por kjo nuk kupton që duhet me rrit numrin e ministrave edhe me pagu rroga.